Menjëherë pas konfliktit të ndodhur në aktivitetin elektoral të Partisë Demokratike në Shkozet në mbrëmjen e djeshme, policia e Durrësit informon se është shpallur në kërkim një person banor në lagjen 14 të këtij qyteti. Sipas njoftimit zyrtar të policisë së Durrësit, 24 vjeçari me inicialet XK dyshohet se ka dhunuar me sende të forta 21 vjeçarin e identifikuar me inicialet S dhe më pas është larguar me një mjet tip Alfa Romeo. Policia thot se ka ngritur një grup jetimor për sqarimin e rrethanave, ndërsa i riu pasi ka marrë ndihmën mjekësore, ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Partia Demokratike ka cilësuar incident elektoral. Dje, deputeti demokrat Edmond Spaho, përmes një deklarate për shtyp, tha se militantët e Dakos sulmuan me gur për krahasit që shoqëronin Dumën, duke plagosur njërin prej tyre. Kandilit Vangjush Dakos dhe Edi Ramës i ka mbaruar vaj, edhe asgjë nuk i shton nga humbja, përfshirë përdorimin e elementeve kriminale. I bën thirrje OSBE-s të dërgojë vëzhgues dhe të ndjekin nga afër zgjedhjet në Durrës, në mënyrë që t'i vihet fre veprimeve kriminale të njerëzve të Vangjush Dakos dhe Edi Ramës, të cilët në ankthjen e humbjes së zgjedhjeve po përpiqen të tensionojnë situatën parazgjedhore në Durrës.